vjetore. Në totalin e vetë në gjitha ato vite, ato nuk bëjnë as 1 miliard. Ne, në totalin e viteve që qeverisim, kemi pasur diçka më shumë se 1 miliard. Dhe 1 miliard mbështetje, 90% kredi, 10% para e falur, pra jo borç. Shikoheni çfarë i ka ndodhur Kroacisë sapo është bërë antare e Bashkimit Evropian. Kjo do t'i ndodhi Shqipërisë sapo bëhet antare e Bashkimit Evropian. 1 miliard e diçka më shumë çdo vit. Dhe 90% para e falur, pra grant, dhe vetëm 10% kredi, pra borç. Sepse në BE, hymë në një familje që është ndarë në 2 pjesë, kontribusit dhe përfitusit. Kontribusit janë vënde mëdha, janë vënde zhvilluara, janë Franca, janë Gjermania, Hollanda, Emirat, që japin financiarisht më shumë se sa marrin. E dëgjuat mirë, japin më shumë se sa marrin. Dhe BE-ja ju duhet shumë si një treg i madh i përbashkët, ju duhet shumë si një perimetër vlerash dhe parimesh, dhe ju duhet shumë si një zonë e gjerë zhvillimi. Ndërkohë që grupi tjetër, ku do të hymë dhe ne me hyrjen në BE, janë përfitusit. Janë ata më të vegjëlit që në një familje ndihmohen nga më të mëdhenj. Janë ata më të dobtit që në një familje ndihmohen nga ata më të fortit. Dhe një llogari shumë e thjeshtë për ta mbyllur, nëse deri sot nga BE-ja, për bujqësinë, ne kemi marrë më pak në të gjitha këto vite se sa 200 milion euro, shumë më pak, ne do të marrim 300 milion euro në vit vetëm për bujqësinë. Por le të kthehemi këtu ku jemi tani. Kur ne morëm detyrën, u përballëm me një grop borxhesh të fshehura, ndaj kompanive të angazhuar në investime publike, ndaj furnitorëve të kontraktuar për shërbime publike, nga ilaçet, tek shkumsat, ilaçe për spitale, s'kishte më ilaçe në spitale. 40 milion euro ishte vetëm borxhi ndaj kompanive furnitore që nuk çonin më ilaçe. Shkumsat e shkolla, nuk kishte shkumsa në shkolla, sepse nuk çonin më furnitorë. Dhe borxhi publik kërcënues ishte thuajse 80%. Sot borxhi publik është ulur 960 dhe është 55% sot borxhi publik. Pra, sot me një borxh 55%, jemi në parametrat e një shteti normal dhe serios në administrimin e financave të veta. Dhe nuk kemi asnjë borxh të fshehur ndaj askujt. Në raportin e fundit të Bashkimit Evropian, i cili nuk bën vlerësime politike, i cili nuk bën vlerësime elektorale, i cili nuk bën vlerësime opozitare apo qeveritare, por bën vlerësime profesionale dhe objektive, Shqipëria cilësohet vendi me administrimin më të mirë të financave publike në rajon. Sot, kredite këqija i kemi ulur nga një nivel i frikshëm, 25% ishin kredit këqija nëpër banka. Një kërcënim i drejt për banka në nivelin normal, më pak se 5%. Të ardhurat për frymë në 3 mandate, i kemi 3 fishuar, kur morëm detyrën, të ardhurat për frymë ishin 3.324 euro. Sot, të ardhurat për frymë janë 10.342 euro dhe në Shqipërinë 2030 të ardhurat për frymë do të 5 fishohen në raport nga Unisëm dhe do të jenë 15.000 euro. Paga mesatare në sektorin publik ishte 372 euro. Sot,
me vlerësimin e fundit të pavarur të bërë nga Instati, të konfirmuar nga organizatat financiare ndërkombëtare, paga mesatare për vitin 2024 në sektorin publik u mbyll 1.000 euro. Ndërsa në Shqipërinë 2030 do të jetë të paktën 1.200 euro. Pagën mesatare të përgjithshme e rritëm më shumë se 2 herë e gjysmë. Dhe do të arrisim të paktën dhe 30% më shumë. Kjo ishte paga mesatare. Kjo është paga mesatare. Paga mesatare e sektorit publik dhe privat bashk. Pra paga mesatare në Republikën e Shqipërisë. Kjo do të jetë paga mesatare. Të paktën 1.000 euro. Vazhdojmë me pagën minimale. Në vitin 2013, kur ne morëm detyrën, paga minimale ishte 157 euro. Sot, 2024, u mbyll me pagën minimale 400 euro dhe duke filluar nga janari 2026 me një vendim që do të merret pas zgjedhjeve, kur të bëhet edhe akti normativ i qershorit, paga minimale do të jetë 500 euro. Për të mbështetur punojësit që do të përfitojnë nga kjo rritje e shpejt e pagës minimale, sipërmarrësit do të jenë detyruar të rrisin pagën minimale, por ne do të japim një lehtësi që gjatë 18 muajve pas pagës së parë, shteti atyre nuk do t'ju kërkoj asnjë detyrim tatimor mbi shtesën prej 100 eurosh. Kur morëm detyrën, prodhimi i brendshëm bruto, prodhimi i përgjithshëm kombëtar, gjithçka që prodhonte Shqipëria, ishte 9.6 miliardë euro. Sot është 25 miliardë euro. E kemi rritur prodhimin e përgjithshëm 2 herë e gjysmë. Shqipëria 2030 do të ketë një prodhim të përgjithshëm prej 35 miliardë eurosh. Punësimi dhe pensionet. Ne kemi reduktuar me 40% shkallën e papunësisë. Dhe nga 17.5% që ishte në vitin 2014, në më poshtë se 9%. Pra kemi arritur objektivin që papunësinë ta ulim në një shifrore. Dhe sot është 8.8 për qenë saktë. Shqipëria 2030 do ta ketë në normën e Bashkimit Evropian, mesatare në Bashkimin Evropian 6%. Tani shumë kush na e përmend atë 300.000 vende pune. Përgatituni t'i jepni përgjigje me shifrat në librin e të punësuarve, në regjistrin e të punësuarve të Republikës Shqipërisë. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria kishte 1.023.000 të punësuar. Sot, numri të punësuarve në regjistrin e vitit 2024 është 1.327.000. Pra nga 1.23 në 1.327. Janë apo nuk janë? Më shumë se 300.000 vende të reja pune? Kështu thot regjistri. Kështu thon pagat që jepen, kështu thon të ardhurat që merren nga ato paga. Pensioni mesatar, ku ne morëm detyrën, ishte vetëm 86 euro. Ndërkohë që në 2024 u bën 175 euro. Këto shifra nuk na ndihmojnë as për të thënë që ne jemi relativisht të kënaqur, siç jemi me të gjitha tjerat relativisht të kënaqur, por as për të dhënë një sens të atij që do të jetë mandati 4. Prandaj, ambicia jonë është që në Shqipërinë 2030 pensioni mesatar të jetë 400 euro për të gjithë ata që kanë paguar sigurime të plota. Ndërkohë që pensioni minimal për të gjithë të tjerët, ne do të synojmë që të shkojë
në 200 euro. Pra, pavarësisht të gjitha të tjera. Nga marrja e detyrës, kemi nënshkruar 16 marrëveshje me vende të tjera për njohjen e ndërsjelljes të pensioneve, nga cilat përfitojnë qindra e mijëra bashkëadhetar. E gjetëm me 2 marrëveshje, me 2 vende ku s'kishte pothuajse fare njerëz nga Shqipëria që pretendonin pensione. Kishte po shumë simbolike. Mbyllëm marrëveshje me Italinë, tani është aktive. Brenda mandatit 4 duan të mbyllim marrëveshje me Greqinë, por i rikthehen Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i rikthehen pasaportës europiane të Shqipërisë, sepse me hyrjen në Bashkimin Evropian, e thash dhe më parë dhe po e përsëris, të gjithë ata në Greqi që kanë problem, njohin e pensionit, marrin atë pasaportën e kuqe, me shqiponjën tonë dykrenare, me logon sipër Bashkimi Evropian Republika Shqipërisë, dhe ju mjafton të jetojnë në Greqi të barabartë, mes barabartësh edhe në aspektin e të drejtave të pensionit, dhe me njëherë ju njihen vitet e punës, dhe me njëherë mund ta transferojnë pensionin nga atje këtu, nga këtu atje, atë që kanë etj etj. Kështu që vim prapë tek antarësimi. Kur ne morëm detyrën, kjo është një nga gjërat më flagrante, sepse përsëri këneta, në të gjitha pretendimet e veta, pretendon ta kthejë mbrapa edhe këtë fakt, që është një fakt për cilin ne të gjithë jemi krenarë si Parti Socialiste dhe Progresiste. Biznesi i vogël vuante një taksim të 2 fisht, dhe duke u nisur nga një xhiro prej 55.000 eurosh, paguante 10% taks, 20% të vëzhë. Njësoj si biznesi madh, s'kishte asnjë dallim. Një furbuke paguante sa 15 katshi. Njësoj. Ne ju vetëm zeruam taksën, po dhe e rritëm nga 55 në 120.000 euro tavanin e xhiros vjetore, që llogaritesh biznes i vogël. Dhe e hoqëm të vëshën për gjithë biznes e vogël me një xhiro deri në 100.000 euro. Ky regjim e kemi premtuar dhe do mbajmë edhe në mandatin e 4 do të mbetet i pandryshuar. Deri në 2029 Shqipëria do të vazhdojë të jetë jo vetëm i vetmi vend me 0 taks për biznesin e vogël në rajon, por dhe vendi me nivelin më të ulët absolut të taksave në rajon për të punësuarit, ku 93% e të gjitha atyre që marrin një pagë në Republikën e Shqipërisë paguajnë më pak se 10% nga paga. I pandryshuar do të mbetet dhe regjimi i taksës 15% për bizneset e mëdha. Por mandati i 4 do të ketë një risi. Në mandatin e 4 ne do të kemi një paqe fiskale të negociuar me biznesin. Një instrument i njohur që është në kohra shumë të vjetra, të cilin latinët e quanin pax fiscalis cum negocis. Më pëlqen shumë kjo ide dhe do t'i propozojmë biznesit qysh në qershor një marrëveshje paqe të negociuar fiskale për një periudhë 3 vjeçare, ku 15% i tatimit do të paguhet mbi fitimin e përputhur me normën e rritjes ekonomike. Ndërsa për çdo fitim shtesë që biznesi do të deklarojë mbi atë normë, do të tatohet vetëm 5%. Kjo është një paqe që nënkupton edhe fundin e çdo lloji inspektimi tek biznesi, të çdo lloji kontrolli dhe të çdo lloji minuti të harxuar për kontrolle, bazuar mbi një marrëveshje paqe, por kjo do të nxjerrë në dritë
edhe shumë të ardhura të pa deklaruara, për arsyet që i dim që biznesi nuk i ka deklaruar dhe që faktikisht hyn edhe tek një sër borxhes e historisë që as nuk kanë për t'i paguar kurrë për ndryshim. Kur ne morëm detyrën, Shqipëria eksportonte 2.8 miliard euro në total. Ne i quam eksportet në 8.4 miliard në 2024 ose 3 herë më shumë. Në mbështetje të biznesit, gjatë mandatit 4, do të mobilizojmë mbi 2 miliard euro ekstra në formën e kredisë dhe garancisë nga 2 banka. Nga Banka e Shqipërisë ka filluar mobilizimi 250 milion euro, një linjë financimi inovative që sot mund të aksesohet në bankat e nivelit të dytë, me një garanci shtetërore mbi kolateralin 70% dhe me një normë interesi më të ulët se duke filluar nga më pak se 3%, po mund të shkojë edhe më poshtë nga negocimi, ndërkohë dhe nga Banka e Zhvillimit. Më në fund kemi legislacionin ton dhe do të nisi rrugën edhe Banka e shumë pritur dhe shumë përfolur më parë e Zhvillimit, një bankë e ndërtuar bashkarisht me Kasa Depoziti e Prestiti, një nga bankat më të vjetra të zhvillimit në Europë, dhe që do të funksionojë me të njëjtin model si ajo bankë në Itali. Ndërkohë që 1 miliard euro tjera do të mobilizohen nga paketa Smart Albania. Falti mobilizimi financiar, ne do të gjenerojmë rreth 8 miliard euro ekstra në ekonomi, si do të krijojmë deri në 100.000 mundësi të reja për punë, por më e rëndësishmja për punë të mirë paguar. Paga mesatare e mësuesve. Paga mesatare e mësuesve është dyfishuar, krahasuar me kohën kur ne morëm detyrën. Ishte 420 euro në vitin 2013 dhe sot është 950 euro. Ndërkohë që në Shqipërinë 2030 mësuesit